Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në këtë edicion informativ, ku në vejmë juftoj që të ndishni informacionet e përgatitura. Kryeministri Edi Rama ka mbledhur kabinetin qeveritar në Pogradec në nisje të një faze të re të mandatit të katërt. Për 2 ditë ministra do të raportojnë për punën e bërë dhe prioritetet e muajve në vijim, ndërsa në qendër të diskutimeve është vendosur përmirësimi i marrëdhënies së administratës me qytetarët. Takimi vjen në një ditë pas mbledhjes me drejtuesit politik të Partisë Socialiste dhe pak javë para nisjes së sesionit të ri parlamentar. Pogradeci është kthyer për 2 ditë në qendrën e vendimarrjes politike të mazhorancës. Pas takimit disa orësh me drejtues politik të qarqeve dhe krerët socialistë të komisioneve parlamentare, këtë të hënë kryeministri Edi Rama ka mbledhur ministrat e kabinetit qeveritar. Takimi i zhvilluar në formatin e të dashuariturit riturit qeveritar synon të përcaktoj objektivat e fazës së ardhshme të qeverisë në vitin e dytë mandatit të katërt. Ministrat pritet të raportojnë për ecurinë e punëve të dikasterit të tyre, ndërsa secili prej tyre ka në dispozicion 15 minuta për të paraqitur objektivat dhe prioritetet. Në takimi janë përfshirë edhe drejtuesi e institucioneve në varësi të ministrave, mes tyre dhe drejtuesja e re e turizmit Jola Hysaj, ish funksionare e Partisë Demokratike, po për të bilancit të ministrave fokusi kryesor i mbledhjes është mënyra se si qeveria do të përgjigjet shqetësimeve të qytetarëve. Pasqyra Albania është një nga mekanizmat e rinj të prezantuar nga kryeministri Edi Rama në këtë nisje të sezonit politik. Platforma synon të krijojë një sistem ku kërkesat e qytetarëve do mos humbasin mes institucioneve, por të mund të ndiqen në çdo fazë të trajtimit të tyre. Ajo do të funksionojë përmes 2 mekanizmave: Flamingo Albania, ku do të grumbullohen ankesat dhe problematikat e qytetarëve, dhe Radar, që do të shërbejë për ndjekjen e statusit të tyre në kohë reale. Ambicia e qeverisë është që një qytetar mund të ndjek kërkesën e tij në mënyrë të ngjashme me gjurmimin e një pakoje postare, ndërsa informacionet do kenë të përcaktuara qartë përgjegjësitë dhe afatet për zgjidhjen e problematikës. Në këtë kuadër, Rama ka folur edhe për një qasje të re të komunikimit me qytetarët, duke lidhur atë me 2 dokumente strategjike të prezantuara në fund të korrikut. Besa, mbledhja e qeverisë vjen pas një sezoni politik të ngarkuar për socialistët dhe protestat e zhvilluara përpara kryeministrisë, por takimet e Pogradecit nuk pritet të jenë fundi i agjendës politike të mazhorancës. Në ditët e para të shtatorit pritet mbledhja e Asamblesë Kombëtare e Partisë Socialiste, ndërsa piknisja që shoqëron këtë mbledhje është nëse Rama do të paralajmërojë ndryshime në kabinetin qeveritar. Kështu, mes 2 ditëve në Pogradec, socialistët pritet të hyjnë në një sezon të ri politik, ku përballë objektivit për një administratë më të përgjegjshme ndaj qytetarit, qeveria do duhet të përballet edhe me sfidat politike të mandatit të katërt. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka akuzuar kryeministrin Edi Rama si përgjegjës për situatën e krijuar rreth aeroportit të Vlorës. Sipas Berishës, prishja e kontratës me kompaninë Mapco të biznesmenit Behgjet Pacolli mund t'i kushtojë shtetit shqiptar deri në 500 milion euro gjoba. Kryedemokrati kërkoi dorëheqjen e menjëhershme të Ramës, duke cilësuar atë përgjegjës për krizën e krijuar. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se qëndron pas ngërçit të krijuar rreth aeroportit të Vlorës. Në një konferencë për mediat, kreu demokrat u ndal te prishja e kontratës me kompaninë Mapco, duke deklaruar se Shqipëria mund të përballet me gjoba që arrin deri në 500 milion euro. Berisha pretendoi se vendimi i qeverisë për ndërprerjen e kontratës ngre dyshime për interesa të tjera të lidhura me kompaninë turke që operon në projekt. Me këtë akt, Edi Rama vetëm se zbulon veten e tij, se ato aksione 40% të turkut, të kompanisë turke, ato janë për Ballukun, për Ramën dhe Ballukun, sepse nuk mund të ketë një vërbëri, nuk mund të ketë një akt kurrë që qeveria të futet në zjarr dhe të marrë tani përsipër gjoba që mund të shkojnë edhe 500 milion euro. Nuk ka çmendurime të madhe, por kjo bëhet sepse Edi Rama dhe Lubia janë aksionerët e vërtet të aksioneve të kompanisë turke dhe ata kanë përcaktuar për veten e tyre 130 milion euro biletat munguara. Kreu i Partisë Demokratike kritikoi edhe nismën pasqyra Albania të qeverisë, duke e cilësuar atë si një mashtrim. Sipas Berishës, kjo platformë rrezikon të krijojë një barrierë të re mes qytetarit dhe administratës, ndërsa akuzoi kryeministrin se do ta përdorë edhe këtë mekanizëm për përfitime të palishme.
Pasqyrë është që tani është e verbë, është një mur për të mashtruar qytetar. Ajo është një mur, një perde, kërkon të vej para syve qytetarëve se gjoja po komunikojnë në një kohë kur ka zero të vërtet brenda. Po do vjedhin, pra për vjedhja, më falë, 6 milion vodhen për bjellën, edhe këtu do vjedhin një 4-5 milion, vjedhja nuk ka të ndalur aty. E vetmja gjë që 24 orë mbi 24 orë nuk ndalet është vjedhja tek ata. Në përfundim, Berisha deklaroi se zgjidhja sipas tij për krizën që ka përfshirë vendin është dorëheqja e kryeministrit Edi Rama dhe largimi i tij menjëhershëm nga detyra. Biznesmeni Begjet Pacolli ka bërë me dije se kompania Mapco i ka dërguar autoriteteve shqiptare një njoftim zyrtar për mosmarrëveshje lidhur me projektin e aeroportit të Vlorës. Sipas tij, palët kanë një periudhë 6 mujore për të negociuar dhe për të shmangur dërgimin e çështjes në arbitrazh ndërkombëtar pranë ICSID në Washington. Pacolli pretendon se Mapco është privuar nga të drejtat që burojnë nga pronësia e saj prej 98% në kompaninë Vlora International Airport. Autoritetet shqiptare kanë 6 muaj kohë për të negociuar me kompaninë Mapco dhe për të parandaluar dërgimin e mosmarrëveshjeve për aeroportin e Vlorës në arbitrazhin ndërkombëtar. Biznesmeni Begjet Pacolli ka reaguar përmes rrjeteve sociale duke bërë të ditur se Mapco u ka dërguar autoriteteve shtetërore shqiptare një njoftim zyrtar për mosmarrëveshje në përputhje me marrëveshjen bilaterale ndërmjet Zvicrës dhe Shqipërisë për nxitjen dhe mbrojtjen reciproke të investimeve. Sipas Pacollit, çështja ndodhet aktualisht në periudhën e 6 mujorëve të cooling off, e cila u jep palëve mundësinë për të zgjedhur mosmarrëveshjet përmes dialogut dhe negociatave përpara se ajo të kalojë në arbitrazh ndërkombëtar. Pacolli thotë se gjatë kësaj periudhe Mapco u ka bërë thirrje autoriteteve shqiptare për dialog dhe për gjetjen e një zgjidhje të arsyeshme, por sipas tij deri tani nuk ka marrë një përgjigje konkrete. Pavarësisht kësaj, biznesmeni deklaron se kompania do të respektojë të gjithë periudhën e përcaktuar nga kuadri ligjor, me shpresën se autoritetet shqiptare do të angazhohen në mënyrën konstruktive për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve dhe shmangjen e arbitrazhit ndërkombëtar. Në reagimin e tij, Pacolli ngre dhe pretendimet lidhur me të drejtën e Mapcos në kompaninë Vlora International Airport. Sipas tij, që prej vitit të kaluar kompania është privuar nga çdo qasje efektive në procesin e vendimarrjes së ndërmarrjes, ndërsa i është pamundësuar edhe ushtrimi i të drejtave që burojnë nga pronësia prej 98% e kuotave. Pacolli e lidh këtë situatë me veprimet dhe mosveprimet e autoriteteve kontraktore dhe institucioneve të tjera kompetente shqiptare. Nëse palët nuk arrin një marrëveshje brenda periudhës 6 mujore të negocimit, mosmarrëveshja mund të kalojë në arbitrazh ndërkombëtar, përfshirë mekanizmin e arbitrazhit i lidhur me Bankën Botërore. Protesta qytetare kundër qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama ka hyrë në ditën e 86 me qytetarët që kanë marshuar nga sheshi Skënderbej drejt kryeministrisë. Protestuesit kanë kërkuar sërish dorëheqjen e Ramës dhe ndryshimin e kursit politik në vend, ku në përfundim të marshimit protestuesit kanë përsëritur kërkesat për krijimin e një qeverie tranzitore dhe ndryshimin e disa nismave ligjore. Protesta qytetare kundër qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama kanë vijuar edhe këtë të hënë duke shënuar ditën e 86 të mobilizimit. Qytetarët janë mbledhur në sheqin Skënderbej, prej nga kanë nisur marshimin përgjatë bulevardit në drejtim të kryeministrisë. Marshimi është shoqëruar me thirrje kundër qeverisë dhe kërkesat për largimin e kryeministrit Edi Rama nga detyra. Pas mbërritjes përpara godinës së kryeministrisë, protestuesit kanë mbajtur fjalime ku kanë shprehur pak kënaqësinë e tyre ndaj politikave të qeverisë dhe situatës politike në vend. Kërkesa kryesore e protestuesve ka vijuar të jetë dorëheqja e Edi Ramës. Në platformën e tyre është përfshirë edhe kërkesa për krijimin e një qeverie tranzitore me mandat 12 mujor, e cila do të kishte si detyrë përgatitjen e vendit për zgjedhjet e ardhshme. Protestuesit kanë kërkuar gjithashtu shfuqizimin e disa nismave ligjore, të cilat sipas tyre cënojnë interesat e qytetarëve shqiptar. Organizatorët kanë deklaruar se protesta do të vijojë edhe në ditët e ardhshme dhe nuk do të ketë tërheqje nga qëndrimet e tyre deri në plotësimin e kërkesave të parashtruara. Pas 86 ditësh protestë, qytetarët vijojnë të kërkojnë ndryshimin e kursit politik në vend, ndërsa përballë tyre qeveria nuk ka dhënë sinjale për ndryshimin e qëndrimit të saj. Një pritje armatosur në rrugën e Xhanit në Dukagjeni mori jetën 82 vjeçarit Prel Gjoni dhe djalit të tij 57 vjeçar Lek Gjoni. Autorët qelluan me breshëri ndaj automjetit me të cilin udhtonin viktimat, ndërsa i plagosur mbeti edhe një person që ndodhej rastësisht në makinë. Policia dhe prokuroria kanë nisur hetimet për identifikimin e autorëve dhe zbardhjen e motivit të atentatit.
Një atentat i rënd ka tronditur zonën e Dukajgjinit në Shkodër, ku një pritje armatosur ka përfunduar në vrasjen e babe bir Prel Gjonit, 82 vjeç, dhe djalit të tij Lek Gjonit, 57 vjeç. Në sulm mbeti plagosur edhe Lazar Bashi, i cili ndodhej rastësisht në automjet. Gjëra dyshohet se ka ndodhur rreth orës 16, ndërsa viktima po udhtonte një inforistratë nga banesa e tyre e vjetër në Dukajgjin në drejtim të Shkodrës, rreth 2 kilometra pas ndarjes së rrugës së Pultit. Me shoshin, automjeti është me breshëri armësh nga persona ende të pa identifikuar. Nga të shtënat, automjeti është dëmtuar rënd dhe ka përfunduar në anë të rrugës. Shoferi Lek Gjoni ka humbur jetën në vend, ndërsa babai i tij Prel Gjoni ka mbetur gjithashtu i vrarë. Në vendngjarje është gjetur më shumë se 50 gëzhoja. Sipas të dhënave paraprak të hetimit, autorët dyshohet se kanë përdorur të paktën 2 armë, një Kalashnikov dhe një MP5. Kjo ka ngritur dyshime se në atentat mund të kenë marrë pjesë të paktën 2 persona. Lazar Bashi, i cili ndodhej në pjesën e pasme të automjetit, ka mbetur i plagosur. Ai fillimisht është transportuar në spitalin e Shkodrës dhe më pas është dërguar në Tiranë për trajtim të specializuar. Gjendja e tij raportohet jashtë rrezikut për jetën. Pas së marrjes së njoftimit rreth orës 17:20 në zonë janë nisur forca të shumta policie, ndërsa në operacion janë përfshirë edhe efektiv të Reneas. Për shkak të terrenit të thellë malor, largësisë dhe vështirësisë së aksesit, forcat e policisë kanë mbërritur në vendngjarje rreth orës 19. Grupi hetimor ka nisur kontrollet në zonë për identifikimin dhe kapjen e autorëve. Terreni i thyer, mungesja e sinjalit telefonik dhe kamerave të sigurisë në rrugët e zonës e vështirësojnë gjurmërimin e personave që kryen atentatin. Parajtuesve, familjarët e viktimës kanë deklaruar se Prel dhe Lek Gjoni nuk njiheshin si persona problematik dhe nuk kishin ndjenjë për ndonjë konflikt që mund të lidhej me ngjarjen. Sipas tyre, një ditë para atentatit, babe bir kishin shkuar në banesën e vjetër në Dukajgjin, ku mbanin edhe disa kosherë bletësh dhe po ktheheshin drejt banesës së tyre në Gru të Shkodrës. Megjithatë, grupi hetimor po verifikon disa pista ndër motivet e vrasjes. Një prej tyre lidhet me jetën personale të 57 vjeçarit dhe divorcit e tij nga bashkëshortja rreth 3 muaj më parë. Çifti kishte 4 fëmijë, por deri tani nuk ka prova konkrete që lidhin divorcin me atentatin dhe kjo pistë mbetet në fazën e verifikimit. Policia dhe prokuroria vijon hetimet për zbardhjen e plotë të dinamikës së ngjarjes, identifikimin dhe kapjen e autorëve, si dhe përcaktimin e motivit të vrasjes së 2 fish dhe plagosjes. Zjarret kanë vijuar të shkaktojnë problemin në disa zona të vendit, ndërsa gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 33 vatra aktive. Në Puk, një vatër e re në Gojan të vogël detyroi autoritetet të evakuonin 6 familje, ndërsa ndërhyrja nga toka dhe ajri bëri të mundur izolimin e flakëve. Situatat alarmante u krijuan edhe në Vlorë, ku një zjarr pranë zonës së ujit të ftohtë shkaktoi panik te pushuesit dhe detyroi ndërhyrjen e zjarrfikësve dhe policisë. Problemet me zjarrin kanë vijuar gjatë natës në disa zona të vendit, me Pukën dhe Vlorën ndër më të prekurat. Sipas të dhënave të emergjencave, gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 33 vatra zjarri, për të cilave 6 vijojnë aktive dhe 10 të tjera mbahen në mbikëqyrje. Në Puk, një vatër e re zjarri është faqur rreth orës 01 të mëngjesit në fshatin Gojan i vogël. Flakët rrezikuan banesat pranë zonës, duke bërë që gjatë mesnatës të evakuoheshin 6 familje për arsye sigurie. Në operacion për shuarjen e zjarrit u angazhuan 15 zjarrfikse dhe 18 zjarrfikës në Puk, të mbështetur nga punonjës të shërbimit pyjor dhe banor të zonës. Në orët e para të mëngjesit, në terren bëritën dhe 20 efektiv të forcave të armatosura, pajisur me pompa shpine dhe mjete të tjera ndërhyrjeje. Përveç ndërhyrjes nga toka, në operacion u angazhuan dhe 2 helikopter, të cilët ndihmuan në izolimin e plotë të vatrës. Ndërkohë është izoluar dhe po mbahet nën kontroll edhe zjarri në zonën Prozhëm-Shkodz. Aktualisht, autoritetet raportojnë se rreziku për banesat është larguar. Forcat zjarrfikse vijojnë monitorimin e perimetrit në zonat e prekura me qëllim për ndalimin e riaktivizimit të flakëve. Ndërkohë, një tjetër situatë problematike është regjistruar mbrëmjen e kaluar në Vlorë, ku flakët përfshin Kodrën mbi zonën e ujit të ftohtë, një nga zonat më të frekuentuara turistike të qytetit. Zjarri pranë hoteleve dhe restoranteve shkaktoi panik te pushuesit dhe qytetarët. Qindra persona u larguan nga ambientet e lokaleve dhe restoranteve për shkak të tymit dhe pranisë së flakëve. Për arsye sigurie, në zonë u ndërprej përkohësisht dhe energjia elektrike. Forcat zjarrfikse të Vlorës, së bashku me efektivët e policisë, ndërhyn në terren dhe arritën të lokalizojnë zjarrin, duke shmangur përhapjen e tij drejt bizneseve dhe zonave të frekuentuara. Ndërkohë, autoritetet kanë nisur hetimin për të përcaktuar shkaqet e rënjes së zjarrit.
Policia e Tiranës ka sekuestruar rreth 5 kg lëndë narkotike gjatë një operacioni të zhvilluar në kryeqytet. 2 persona u kapën në befasi teksa transportonin 3 kg kokainë dhe 2 kg heroin me një automjet. Sipas policisë, nëse droga do të hidhej në treg në formën e dozave, vlera e saj do të kalonte 500.000 euro. Një nga sasitë më të mëdha të drograve të forta të sekuestruara së fundmi nga policia e Tiranës është kapur gjatë një operacioni antidrog në kryeqytet. Në pranga kanë përfunduar shtetësi Mirand Herri dhe Luftim Hoxha, të cilët prej disa ditësh ishin në vëzhgimin e strukturave të antidrogës. Të dy u kapën në befasi pranë kthesës së Kamzës, teksa po transportonin lëndë narkotike. Për arrestimin e tyre, policia ka përdorur metoda speciale të hetimit. Gjatë operacionit janë sekuestruar rreth 5 kg lëndë narkotike, konkretisht 3 kg kokainë dhe 2 kg heroin. Sipas llogaritjeve paraprake të autoriteteve, nëse kjo sasi do të hidhej në treg dhe do të ndajë në doza për shitje, vlera e saj do të kapte mbi 500.000 euro. 2 të arrestuarit rezultojnë se banonin në Maminas, ndërsa në momentin e kapjes po transportonin drogë në një automjet tip Mercedes-Benz me destinacion Durrësin. Operacioni është zhvilluar në kuadër të hetimeve për goditjen e aktiviteteve të shpërndarjes së lëndëve narkotike, ndërsa veprimet hetimore vijojnë në bashkëpunim me prokurorin. Autoritetet po punojnë për identifikimin e personave të tjerë që mund të jenë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale, si dhe për zbardhjen e plotë të rrjetit të trafikut të drogës. Gjykata e Sarandës ka rrëzuar kërkesën e prokurorisë për arrestimin në burg në mungesë të pronarit dhe menaxherit të klubit të natës Orange. Për Spiro Iliazin dhe Ermal Vatun është caktuar masa e sigurisë detyrim për t'u paraqitur pas incidentit të 16 gushtit ku u dhunua edhe shefi i krimeve Mateo Bakalli. 2 të dyshuarit akuzohen për veprën penale e veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Gjykata e Sarandës ka rrëzuar kërkesën e prokurorisë për caktimin e masës së sigurisë arrest me burg në mungesë për pronarin dhe menaxherin e klubit të natës Orange pas incidentit të ndodhur në 16 gusht në ambientet e lokalit. Për Spiro Iliazin dhe Ermal Vatun, gjykata ka vendosur masën e sigurisë detyrim për t'u paraqitur. Të dy akuzohen për veprën penale, veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Ngjarja në fjalë ndodhi në 16 gusht, kur në ambientet e klubit të natës shpërtheu një konflikt fizik mes disa personave. Sipas prokurorisë, gjatë përplasjes ka dhe shefi i hetimit të krimeve në Sarandë, Mateo Bakalli, i cili tentoi të qetësonte situatën, por ndërhyrja efektive është pasuar nga një sulm fizik ndaj tij. Bakalli është dhunuar dhe ka psuar dëmtime në trup dhe në fytyrë. Në kuadër të hetimeve për ngjarjen, gjykata e Sarandës kishte caktuar më herët masën e sigurisë arrest në burg për 6 persona të tjerë. Mes tyre janë administratori i lokalit, disa bodyguard dhe një komando, të cilët dyshohen se kanë qenë të përfshirë drejt për drejt në përplasjen fizike. Ndërkohë, hetimet për incidentet vijojnë për të dokumentuar të gjitha rrethanat e ngjarjes dhe përgjegjësitë e personave të përfshirë. Një 70 vjeçar në Tiranë është mashtruar përmes një skeme të sofistikuar dhe ka dorëzuar 100.000 euro duke besuar se po jepte borxh një biznesmeni të njohur. Autorët dyshohet se kanë përdorur inteligjencën artificiale për të imituar zërin dhe pamjen e biznesmenit gjatë një video thirrjeje. Hetimi i policisë së Tiranës ka çuar në identifikimin e autorëve, të cilët rezultojnë nga Elbasani. Një skem e mashtrimit të realizuar për përdorimin e inteligjencës artificiale ka alarmuar autoritetet në Tiranë pasi një 70 vjeçar është privuar nga 100.000 euro. Ngjarja ka ndodhur pak ditë më parë, ndërsa viktima, i cili zotëron një pikë këmbimi valutor, është kontaktuar nga një person që është prezantuar si i dërguar i një miku të tij. I panjohuri ka kërkuar 100.000 euro borxh, duke i thënë se parati nevojiteshin në emër të biznesmenit Bashkim Ulaj, me të cilin 70 vjeçari kishte njohje. Emri i biznesmenit ka bërë që i moshuari të mos dyshonte dhe të pranonte i dorëzonte shumën e kërkuar, por autorët kanë përdorur dhe një tjetër element për të bindur viktimën. Para dorëzimit të parave, 70 vjeçari ka zhvilluar një video thirrje me një person që ndodhej në anën tjetër të telefonit. Sipas hetimeve, pamjet dhe komunikimi ishin manipuluar përmes inteligjencës artificiale, duke e bërë viktimën të besonte se po fliste drejt për drejt me biznesmenin. Pas dorëzimit të 100.000 eurove, disa orë më vonë, 70 vjeçari ka tentuar të kontaktojë sërish personin që i kishte kërkuar parat, por telefonata ka
mbetur pa përgjigje. Dyshimet janë shtuar edhe më tej kur ai ka telefonuar vetë Bashkim Ulajn. Biznesmeni ka bërë të ditur se nuk kishte dieni për asnjë kërkesë të tillë dhe se nuk kishte komunikuar me të përparat. Pas kësaj, 70 vjeçari është drejtuar policisë së Tiranës dhe çështja ka kaluar për hetim te strukturat e krimit ekonomik. Hetuesit kanë analizuar pamjet e kamerave të sigurisë dhe kanë mundur të gjurmojnë automjetin e përdorur nga autorët. Mjeti rezulton se ishte marrë me qira, por kjo nuk ka penguar autoritetet që të vijojnë gjurmimin dhe identifikimin e personave të përfshirë. Sipas të dhënave të hetimit, autorët janë nga Elbasani. Policia vijon punën për dokumentimin e plotë të skemës së mashtrimit, identifikimin e rolit të secilit person dhe rikuperimin e shumës së konsiderueshme të parave të marra. Shqipëria po tërheq gjithnjë më shumë shtetas të huaj që zgjedhin vendin për të jetuar dhe punuar. Sipas të dhënave të Instant, në fund të vitit 2025, numri të huajve me leje qëndrimi kaloi 32.000, duke shënuar një rritje prej 46.6% në raport me vitin paraardhës. Puna rezulton arsyeja kryesore e qëndrimit, ndërsa rritja më e madhe është regjistruar te shtetasit nga Filipinet dhe India. Shqipëria përshëndrohet gradualisht në një destinacion jo vetëm për turistët, por edhe për shtetasit e huaj që kërkojnë mundësi punësimi dhe qëndrimi afatgjatë. Të dhënat më të fundit të Instat tregojnë se në fund të vitit 2025 në vend jetonin më shumë se 32.000 shtetas të huaj të pajisur me leje qëndrimi. Në krahasim me vitin 2024, numri i tyre është rritur në 46.6%, duke dëshmuar një shtim të ndjeshëm të pranisë të huajve në tregun shqiptar. Një pjesë e konsiderueshme e tyre po punësohen në profesione të ndryshme, veçanërisht në sektorët ku bizneset kanë vështirësi për të gjetur punonjës vendas. Të huajt po angazhohen në pozicione të tilla si pastrues, kopshtar, punonjës magazine, masazhator apo asistent në profesione të ndryshme. Punësimi është dhe arsyeja kryesore për cilën shtetasit e huaj pajisen me leje qëndrimi. Mbi gjysmën e lejeve të dhëna gjatë vitit 2025, konkretisht 55.1% kanë pasur si motiv punën. Në vend të tyre rëndit të bashkimi familjar me 19.8%, ndërsa lejet e tjera lidhen për arsye humanitare, studimet dhe kategoritë e tjera e qëndrimi. Sa i përket origjinës, Kosova dhe Italia vazhdojnë të kryesojnë listën e shtetasve të huaj me leje qëndrimi në Shqipëri. Shtetasit kosovar përbëjnë 19.5% të totalit, ndërsa ata italian 12.6%. Megjithatë, ndryshimet më të forta janë evidentuar te shtetasit nga Filipinet dhe India. Numri i filipinasve me leje qëndrimi është rritur në 136.1% brenda një viti, ndërsa për shtetasit indian rritja ka arritur në 87.6%. Kjo tendencë përkon me nevojën në rritje të ekonomisë shqiptare për punonjës, veçanërisht në sektorët ku mungesa e fuqisë punëtore po bëhet gjithnjë më e dukshme, por krahas rritjes së numrit të huajve me dokumentacion të rregullt, autoritetet kanë evidentuar edhe raste të qëndrimit pa rregullt. Gjatë vitit 2025 janë identifikuar 1926 shtetas të huaj në situatë pa rregullt nga 1540 të tillë që ishin evidentuar një vit më parë. Aktualisht, edhe interesi për të siguruar dokumentacionin e nevojshëm për qëndrim ka ardhur në rritje. Aplikimet për leje qëndrimi gjatë vitit 2025 u shtuan në 43.5% të krahasuar me vitin 2024. Një pjesë e rëndësishme e këtyre aplikimeve vjen nga shtetas indian dhe Filipinas, të cilët së bashku përbëjnë më shumë se 1/4 e aplikimeve totale. Shifrat e Instatit tregojnë kështu një ndryshim të rëndësishëm në profilin e Shqipërisë, e cila po kthehet gradualisht në një vend ku shtetasit e huaj jo vetëm kalojnë pushimet, por zgjedhin të jetojnë dhe të punojnë. Kavaja u kthye për 3 ditë në një arenë të madhe të bilardos, duke sjellë në qendër të qytetit sportistë nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Një stadium portativ me kapacitet rreth 1000 spektatorë u instalua në zemër të qytetit për edicionin e Stekës së Art 2026, një aktivitet që për herë të parë u zhvillua në këtë formë në Kavaj. Gara kulmoi me finalen mes Ermal Dyli dhe Julian Xhafës, ku Dyli u shpall kampion, ndërsa Xhafa u rëndit nën kampion. Qendra e Kavajës mori një pamje krejt tjetër gjatë fundjavës së 21, 22 dhe 23 gushtit. Në vend të një hapësire të zakonshme të qytetit, aty u ngrit një arenë veçantë sportive e kthyer në skenën e një prej aktiviteteve më interesante të bilardos në Shqipëri. Steka e Art 2026 sodhi për 3 ditë me radhë emocione, përqendrim dhe përballje të forta mes disa prej sportistëve më të mirë të bilardos. Në Kavaj mbërritën bilardistë nga qytete të ndryshme të Shqipërisë, por edhe nga Kosova
Kosova dhe Maqedonia e Veriut, duke i dhënë aktivitetit një karakter për te një gare të thjesht lokale. Sipas të dhënave të publikuara nga platforma Q-Score, turneu i këtij viti në Kavajë regjistroi 67 pjesëmarrës nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe vende të tjera. Gara u zhvillua me disiplinën pool 9 ball, ndoqi formatin double to single elimination, ndërsa ndeshjet u zhvillua në sistemin winner race to 7 dhe loser race to 5. Për organizatorët, risia më e madhe ishte Vet Arena, një stadium portativ me rreth 1000 vende, u instalua në qendër të Kavajës, duke e nxjerr bilardon nga sallat tradicionale dhe duke afruar atë drejt për drejt me publikun. Për trinet, qytetarët e Kavajës patën mundësinë të ndiqnin nga afër përballjet, ndërsa hyrja për publikun ishte falas. Organizatorët kishin menduar edhe për sportistët e ardhur nga jashtë vendit, me akomodim falas për bilardistët nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Në garë morën pjesë rreth 12 sportistë nga Kavaja, edhe pse asnjëri prej tyre nuk arriti të siguronte një vend në fazën e gjysmëfinaleve, paraqitja e tyre u konsiderua dinjitoze, duke treguar se ky sport ka një bazë të mirë edhe në qytet. Sa më shumë zvogλoi numri konkurrentëve, aq më shumë rritej emocioni në arenën e ngritur në qendër të qytetit. Faza finale solli përballje të forta të turneut, ndërsa gjysmëfinalistët luajtën deri në maksimum për një vend në finalen e madhe. Kulmi i aktivitetit ishte finalja, e cila mbajti të pranishmit në tension deri në përfundim. Në fund, Ermal Dyli u shpall kampioni Stekës Ar 2026, ndërsa Julian Xhafa u rëndit në vendin e dytë. Fitoria e Dylit i jep edhe një tjetër kapitull, një emri që është lidhur prej vitesh me këtë trofe. Historiku i Stekës Ar tregon se Ermal Dyli ka qenë fituesi disa edicioneve të mëparshme, ndërsa Julian Xhafa e ka fituar trofeun në vitin 2009. Kavaja vet është pjesë e historisë së këtij aktiviteti, pasi në vitin 2008 trofeu u fitua nga Edmond Zaja në këtë qytet. Përveç spektaklit sportiv, aktiviteti solli edhe një dimension tjetër për qytetin. I pranishëm në ceremoninë përmbyllëse ishte edhe kryetari i Bashkisë Kavaj Fisnik Qosja, i cili përshëndeti sportistët dhe të pranishmit dhe vlerësoi organizimin e aktivitetit. Aktivitet shumë i bukur, gjë që i ka mungu Kavajës për këto aktivitete sportive, sa më thashë në takimin e parë që sa më shumë aktivitete sportive, aq më mirë është për njerëzit. Arto, dhe frenë, lojë bilardë dhe shlojë shumë bukur, edhe me kam qetë për të frenë dhe lujë. Që besoj që kemë kalu mirë të ditë, po presidenti ka to që të bëmë në organizat të Kavajë. Presim, bashkinë e këtë të dësëm që e imi garë. Që i falimderit shumë, i orë sukses e Erman 2 dhe i në Zrahë. Edhe presidenti i Federatës Shqiptare të Bilardos dhe Snokeri vlerësoi mirëpritjen e Kavajës dhe organizimin e turneut, ndërsa për federatën aktiviteti është një tjetër përpjekje për të nxjerrë bilardon përtej ambienteve tradicionale dhe për të afruar atë me publikun. Me këtë ambient kaq të bukur, me këtë mikpritje i ka populli Kavajës, siç ka thonë për 3 ditë, sport dashës, art dashës, zemër gjon. Kishim qenë vetë më shumë, edhe unë në konkretën ishe shumë emocionuar se edhe quna që ishin në një grimë, se du me thonë të herë nga Italia ku du me ishin, e nga lutëm, me aqë lutëm, rjetë më zgabëjnë, zoti Qenaku rjetë dy në quna potëm nga Kavaja. Plus kishim nga Kosovë dhe 64 vete, dhe më bom ishin vete, ka të ishin mundësur. Lega Ar 2026 kishte një fond total çmimi prej 2000 eurosh. Kampioni fitoi 800 euro, nën kampioni 400 euro, ndërsa sportistët e rënditur në vend të 3 dhe të 4 morën nga 200 euro dhe ata të pozicionuar në vendet 5 dhe 8 nga 100 euro. Mjesi Julian Xhafa, kupën dhe diplomën ja dhuron Ibrahim Qenaku, mjesër, veteran i bilardos, si që thamë. Juli, edhe te përgjishon e ka në Shqipëri e mesme. Kampion, Ermal Dyli! Kupën, diplomën dhe simbolin e Shqipërisë të të jeqin dhe dhuron kryetari Bashkisë, zoti Fisnik Qosja. Rezultatet dhe ecuria e garës u pasqyrua edhe në platformën ndërkombëtare
Ky skor, ku janë publikuar turneu dhe lista e pjesëmarrësve për kavajën 3 ditët e stekës së artë ishin më shumë se një kompeticion bilardoje. Arena e ngritur në qendër të qytetit u shndrua në një pikë takimi për sportdashësit dhe një shembull se si aktivitetet sportive mund të kthehen në spektakël publik, duke i dhënë qytetit një tjetër dimension gjatë sezonit veror. Pas përfundimit të turneut, ajo që mbetet është jo vetëm trofeu i fituar nga Irmal Dyli, por edhe ideja për ta kthyer kavajën në një pikë të rëndësishme për aktivitetet sportive të këtij lloji. Bilardoja një sport ku një lëvizje vetme, një goditje saktë dhe një moment përqendrimi mund të ndryshojë të gjithë rezultatin. Për 3 ditë e solli kavajën në qendër të vëmendjes të sportdashësve. Të nderuar teleshikues, ne vimi juftoj që të ndiqni parashikimin e motit për ditën e nesërme. Territori shqiptar për datën 25 kushte 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike kryesisht të qëndrueshme me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Në zonat malore gjatë orëve të pasdites mund të ketë vranësira të pakta kalimtare, por mundësia për eshje do të jetë shumë e ulët. Paraditja do të ketë një mod kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa gjatë pasdites vjen modi i nxehtë i qëndrueshëm. Në orët e mbrëmjes në veri mund të shfaqen vranësira të pakta. Temperaturat minimale pritet të zbresin deri në 15 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 36 gradë. Gjatë ditës pritet rreth 11 deri në 13 orë me diell. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi i veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 7 metër për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 7 deri në 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:59 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:27 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 20 deri në 35 gradë Celsius. Kukës 16 deri në 32 gradë. Peshkopi 16 deri në 32 gradë. Tiranë 23 deri në 35 gradë. Durrës 23 deri në 32 gradë. Kavaj 22 deri në 33 gradë. Elbasan 21 deri në 35 gradë. Berat 21 deri në 36 gradë. Korçë 15 deri në 30 gradë. Vlorë 23 deri në 34 gradë. Gjirokastër 19 deri në 35 gradë. Sarandi 24 deri në 33 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 25 gusht 2026 do të karakterizohet nga mod kryesisht të qëndrueshëm, me kthjellime dhe vranësira të pakta në pjesën më të madhe të territorit. Gjatë ditës do të ketë intervale të gjata me diell, ndërsa në disa zona mund të shfaqen vranësira kalimtare, por pa rreshje të rëndësishme. Paraditja do të ketë një mod kryesisht të kthjellët, ndërsa gjatë pasdites priten vranësira të pakta dhe temperatura të larta. Temperaturat minimale pritet të zbresin deri në 14 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 34 gradë. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi jug-perëndimor dhe perëndimor me shpejtësi 2 deri në 7 metër për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 6 deri në 7. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:52 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:22 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 15 deri në 32 gradë Celsius. Podujev 14 deri në 31 gradë. Skënderaj 15 deri në 33 gradë. Pej 14 deri në 32 gradë. Prishtinë 16 deri në 33 gradë.
Gjakov 16 deri në 34 gradë. Malishev 16 deri në 34 gradë. Gjilan 15 deri në 32 gradë. Ferizaj 15 deri në 33 gradë. Kaçanik 15 deri në 32 gradë. Suharek 16 deri në 34 gradë. Prizren 18 deri në 34 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur në këtë edicion informativ. Së bashku do të rishihemi në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.